Në pyetjet që kemi na ndihmon Enrico Cekot. Përshëndes Enrico, faleminderit që jemi së bashku kur bëhet fjalë për tema të tilla si gjithmonë për të dhënë asistencën tënde. Për sa zero bëhet fjalë në këtë rast? Të përshëndes edhe të falenderoj shumë që hapem me atë punën e muzikës. Më kujtohet vetja ime në vitin 1991, kam kënduar një këngë në anketat muzikore dhe ka qëndruar në vend parë 8 muaj. Për këtë e kisha fjalën. Po, nuk ishte zero nga mbrapa. Po, në qoftë se ma kujton këngën tani. Ora e moshës në thëret. Ora e moshës në thëret dhe Enrico Ceko që këndon tani në ftesë në 5. Ju më keni ftuar për një çështje që edhe unë kam shumë për zemër, kur i shpjegoj studentëve këtë pjesën e se si mund të fitohet në bursë, se çfarë ndodh me aksionet. Dhe më ka bërë para 2 vjetësh, ishte një student shumë kështu, si të thush, eklektik, edhe tip diabolik, po më bëri një pyetje shumë interesante. Profesor, tha, po sigur të legët unë t'i kem, tha, a i marrë dot në moment? Dhe përgjigja ime ishte jo. Mund t'i kesh atje? Po kesh, nuk i ke kesh. Dhe kjo është, si të thush, ajo pjesa satirike e gjithë kësaj ekonomie, dhe kjo pjesë satirike e ekonomisë ka vajtur në debat deri edhe midis Donald Trumpit edhe Xi Jinpingut, sepse Xi Jinpingu ka atë pikpamjen që kjo është një lloj ekonomie që fryhet, edhe pëlqet pastaj si flusk, edhe merr qaf mira qytetarë që mund kanë futur lek në të aksionet e kompanive. Megjithatë, jemi në një trend, mendohet që për vitet 2025-2035 trendi në përgjithësi për aksionet do jetë pozitiv, sepse jemi në mes të revolucionit 4 industrial, bile shumë kompani tani po përgatiten për hapat e para të revolucionit 5 industrial, ku kompanitë që janë futur në fushën e teknologjive, digitalizimit, teknologjisë informacionit, patjetër që janë kompani që do t'i rritet vlera. Elon Musk e ka filluar në moshën 12 vjeçare, ka ardhur nga Afrika e Jugut në Kanada dhe pastaj ka vajtur në Amerikë, ka kryer studimet në Penn State University dhe në kohën që ishte student, ai arriti të bënte një video game, një video lojë që arriti ta shiste $500 lojën. Dhe pastaj kalovi në Silicon Valley, ku investovi në 2-3 kompani, edhe po i përmend në kompanit, në fillim ka qenë kjo Zipo 2 në vitin 95, Zipo 2 kur e shiti Elon Musk e shiti bashkë me aksionerët e tjerë dhe për 4 vjet fitoi $22 milion. Pastaj kemi atë X-Comin që është PayPal-i, që paguhet parat online. PayPal-i vërtet u krijua në 99-2002 që u rrit si kompani, po kur u shit aq shumë sa Elon Musk, i cili vetëm kishte 20%, mori $165 milion. Dhe parat e Zipos edhe të PayPal-it, ai pastaj investovi tek kompanitë e tjera, tek Tesla. Themeli i Elon Muskut është Tesla. Çfarë ka ndodhur me Tesla? Kur u krijua Tesla, u krijua me $17 aksione. Tani këtu do të shpjegoj se si shtohen këto parat. Dhe Elon Musk kishte 34 milion aksione me $17. Dhe arriti që të kishte një paket prej $55 milion. Por, me qënë se aksionet e Teslës janë rritur në treg, sot është $460-500 luhatet, bile nga dje sot ka patur një rritje 0,65% në vlerës aksionet. Pra, ai vetëm sepse investovi në fillim $55 milion, sot ka te Tesla rreth $200-250 milion. Është njësoj si të blesh një shtëpi $100.000 dhe mbas 5 vjetësh kjo shtëpi bën $500.000. Thjesht. Pra, për këtë gjën e thjesht dua që të flasim, Enrico. Përfundoje. Më e bukur është kjo. Që në qoftë se kemi sot vlerën e Elon Muskut në Tesla diku te $22-23 miliard si vlerë aksionere,
në qoftë se vlera e aksioneve nga 400 shkon 800, atëherë ai automatikisht fiton edhe 20 miliardë tjera brenda 24 orëve. Na shtohet në zero tjetër? Po. Dhe për te shakas, po, këto zero që shtohen në llogarinë e tij fal gjithë punës intuitës e gjithë shkaje. Domethënë duke e bërë atë njeriu më të pasur të botës, të flet vetëm për suksesin e tij apo edhe për po themi pa drejtësinë e shpërndarjes së parave, po nëse mund ta quajmë kështu. Shumë e drejtë. Unë do të bëj edhe një paralele për shembull me vendet e Arabisë Saudite. Vërtet vendet e Arabisë Saudite janë vende të pasura, produkti përgjithshëm kombëtar shumë i lartë, dhe nëse e pjestojnë për kokë banori, del $70.000-80.000 për frym. Po puna është se në të vërtetë këto para i kanë vetëm 4-5 sheik, ata që zotrojnë puset e naftës, popullsia shumë e varfër. Mesatarja vërtet është e lartë, ama 2-3 njerëz kanë atë pasurinë e madhe, kështu është edhe puna e këtyre miliarderëve në Amerikë. Nëse do të referohemi të ardhurave mesatare të popullsisë amerikane, luhaten aty te $45-50.000 për frym, por 330 milion amerikanët nuk janë që të gjithë miliarderë. Pikërisht. 50% e popullsisë Amerikës nuk e di, nga dalja e lajmit deri tani, a patë kohë ta mendoje të bëje llogarinë që sa vite do t'i duhen një njeriu për të arritur këtë pasuri? Mos. Maurizio Crozza, gazetari italian, më rastisi që e pash në një video, bënte këtë llogari. Sa vjetra, qindra, mira vjet do t'i duhet një njeriu? Shia e hidhur e humorit, të kursesh çdo ditë 10.000 euro, të mos pa shpenzuar asnjë cent, 10.000 euro, po që kur ishim në Andertal. Unë bëra një llogari tjetër, e bëra me $1 milion në ditë. Më falë, është tjetër nivel, jo me 10.000 euro. Tjetër. Duhen 1638 vite. Dhe duhen 600? 1638 vite. Nëse bën $1 milion në ditë. Megjithatë, pjesa e humorit duhet edhe përballuar me këtë pjesën e dështimeve, po edhe pjesën e suksesit. Elon Musk ka patur dështime, sidomos edhe me këtë investimin që ka bërë për hapësirën, edhe me investimin që ka bërë për instalimin e mikrochipit në trurin e njeriut, këtë Neuralingun, edhe me Tesla ka patur disa probleme, qoftë me peshën e makinës, qoftë me, si thosh, me këtë pjesën e balancimit të makinës për shkak të peshës lehtë, sepse makinat me bateri nuk mbajnë dot peshë të madhe. Për shembull, nëse krahasojmë një Audi A6, është 1600 pa marka, të lutem, pa marka. Jo, një makinë sedan është 1600 kg, kurse një makinë me bateri është 400 kg, se bateria, nëse është 1600 kg, bateria konsumohet vetëm për shkak të asaj të ekuacionit famshëm të Einsteinit, MC4, peshë, volum, shpejtësi, fuqi, por nga ana tjetër, cilat janë elementet e suksesit. Elon Musk është treguar inteligjent, sepse ka investuar në shumë aksione në fillim,